Jemi përsëri me Famelen, edhe doja të thoja, Famel, e di për çfarë një nga gjërat që unë jam e famshme në sofrën e Dukagjinit është sepse unë qaj. Dhe ky është viti I parë që nuk qaj në sofrën e Dukagjinit. Okej? Dhe në qoftë se unë do isha dorëzu pas çdo gabimi që ka ndodhur në jetë, nuk do kisha mësu asmenit. Okej? Edhe sot jam këtu, kam përfaqësuar Shqipërinë në 6 shtete ndërkombëtare. Në Kinë, Indi, Jordani dhe sot jam përfaqësoj Shqipërinë në Amerikë. Okej? Kështu që edhe ti do t'ja dalësh, sepse janë gjëra që ndodhin dhe na rrisin për njerëzit të mëdhenj. A mundemi një duar trokitje për Famelen? Se malësurit e Dukagjinit janë të forta. Kështu është edhe kënga jote. Jam malësorja Dukagjinit.